sot kam kënaqësinë t'ju njoftoj se bashkë me zotin Ramoni dhe anëtar tjerë të listës Familja kemi bo marrëveshje për koalicion dhe bashkëpunim para dhe pas zgjedhjeve. Qëllimi i këtij koalicioni, kësaj marrëveshje, është që të bashkojmë forcat në funksion të asajna që bëjmë progres edhe ta ndryshojmë gjendjen vend. Tu e përfshi ekonominë, drejtësinë, arsimin, shëndetësinë, energjinë, sigurinë dhe normalisht të pas kujdes edhe për mirëqenien dhe familjen. Unë jam i bindur se ky është një koalicion i qëndrueshëm dhe bashkërisht ne do të kemi sukses. Normalisht që do të kemi pjesëmarrje nga lista Familja në listën zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës dhe është vlerë shtune gjithë kandidatët për deputet që do të jemi në listë të përbashkët dhe une veç besoj sukses, besoj në korrektësi, edhe kështu do të jetë, edhe kështu do ta përfundojmë. Faleminderit juve për prezencën, faleminderit zotë Ramoni, faleminderit disa ambasador, doktor, gjithë juve faleminderit, edhe ata tjerë që do të jenë pjesë e listës që sot këtu nuk janë me neve. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar, natyrisht që dua t'ju falenderoj publikisht këtu për çështjen konstruktive të negocimit të kësaj marrëveshje mes grupit të deputetëve që kemi qenë në kuadër të koalicionit për familje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi diskutuar natyrisht çështjen e zhvillimit, situatën me energjinë, aspektin social dhe shoqërinë e familjen në përgjithësi, kështu që kemi arritur dakordim të plotë në gjitha pikat dhe jemi dakorduar dhe zotëtuar për një angazhim të përbashkët në ngritje të mirëqenies, në ruajtje të familjes, të identitetit tonë, por edhe në fund të cilat e presin vendin tonë si asnjëherë më parë. Me kryetarin Hamza kemi pas bashkëpunime të vazhdueshme, andaj edhe si një figurë unifikuese dhe shumë profesionale, sidomos në çështjet ekonomike. Sot vendi ka jashtëzakonisht nevojë që ne të bashkojmë forcat dhe të bëjmë një rrugtim politik të dinjitetshëm ku vlerat cilat i kemi të përbashkëta të angazhojmë në punë të përbashkët dhe në mirëqenie. Edhe njëherë dua të falenderoj edhe kryetarin Hamza, por edhe prej këtu gjitha subjektet politike të cilat kemi negociuar gjatë kësaj kohe që kanë qenë shumë konstruktive, sidomos Lidhjen Demokratike të Kosovës, mirë po në këto zgjedhje neve kemi vendosur që bashkë rrugtojmë dhe të arrijmë marrëveshje me Partinë Demokratike. Natyrisht njëra ndër arsyet është edhe pse sot kemi kandidat për kryeministër kryetarin e Partisë Demokratike Bedri Hamza, me një punë të dëshmuar, profesionalizëm dhe mbi të gjitha ku sot më shumë ka nevojë shoqëria jonë, një unifikim, largim gjuhës, turrëties, nxitjes, përçamjes dhe gjitha këto që po i shohim sot që është duke ndodhur në vendin tonë. Andaj shpresoj që ky bashkëpunim të jetë i suksesshëm, të jetë praktik dhe të jetë në dobi të qytetarëve të Republikës të Kosovës. Neve shpesh kemi me u po, kemi mu angazhuar punë përbashkëta tash tutje, por që ky është vetëm një fillim i një punës i cili shpresojmë dhe besojmë që me angazhim të plotë do të jetë i suksesshëm edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kështu që ju falenderoj gjithëve edhe si kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe gjithë njerëzit që janë angazhuar, që sot kemi këtu një marrëveshje bashkëpunimi, e cila ka veç për një qëllim përmirësimin e gjendjes së qytetarëve, përmirësimin e vendit tonë, e Republikës tonë dhe zhvillimin të cilën e pret e ardhmja sa më e ndritur e këtij vendi për cilën edhe kanë luftuar dhe janë angazhuar gjenerat pas gjenerate, dhe nuk duhet të që të stagnojnë në asnjë moment. Është obligimi i secilit prej nesh, qoftë edhe si qytetar, që të bëjmë vlerësime të duhura, të rreshtohemi në kohën e duhur, në vendin e duhur, edhe të jemi bashkë me ata që besojnë dhe kanë vlera të përbashkëta në shoqërinë tonë të përbashkët. Faleminderit për Se i përket bashkëpunimit, ne jemi të hapur gjithmonë të po interesat e Partisë Demokratike të Kosovës, po duke respektuar edhe kërkesat dhe interesat e subjekteve tjera politike. Do të thotë ne kemi treguar që kemi bërë hapje, kemi prurje të reja,
njerëz profesioneve të ndryshme, moshave të ndryshme, gjinive të ndryshme, dhe sot e finalizum edhe një marrëveshje me listën Familja, që është një vlerë e shtuar, jo vetëm për Partinë Demokratike të Kosovës, po unë jam i bindur që do të jetë për Kosovën, dhe jemi gjithmonë të hapur që në tarmen gjatë rrugtimit tonë të na bashkangjiten edhe të tjerët. Sa i përket mënyrës se garimit, si do të jetë kjo, sigurisht deri me datën 30 do të ketë kohë që do të mendojmë se cilat do të jetë mënyra edhe forma më e mirë e garimit tonë për bashkë në këtë garë. Faleminderit shumë. Këtu kemi një marrëveshje bashkëpunimit, ku na është ofruar hapësira për mi pas kandidatun në listën e Partisë Demokratike të Kosovës, dhe do të jetë një listë cilën është edhe përmbajtësore edhe vlerore, kështu që numri është i mjaftueshëm atë sa neve kemi kërkuar që do të jemi prezent edhe duke u pozicionuar në ato në vendin çfarë na kanë nderuar dhe na kanë respektuar si koalicion, kështu që janë çështje të cilat edhe shumë shpesh do të ishini natyrisht që edhe një përmirësim edhe për juve dhe për të gjitha mediat. Koalicioni për familjen, kuadër tonë ka pas 4 grupime politike, na jemi grupi i deputetëve, cilët kemi qenë pjesë e atij koalicionit, sepse ka pas edhe grupacione tjera politike të cilat i morën. Ai grupim politik ka përfundu me zgjedhjet e kaluara, edhe pastaj secili është angazhuar në rrugën e tij. Kështu që na jemi grupi i deputetëve në kuadër të koalicionit për familje që sot kemi marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Unë kam respekt për gjitha subjektet politike në Kosovë, iniciativat, dhe gjithë ata që kanë ambicie dhe dëshirojnë me garue në këto zgjedhje, na jemi në komunikime, deri me tash e keni po këto që i kemi finalizu, nëse do të ketë finalizim do një marrëveshje, një prebdëtimi këtu para juve dhe do ta bëjmë publike. Po, sidoqoftë, njerëzit kanë drejt me bëj koalicione me ata që gjinën në interesa, unë e vlerësoj ato, dhe kush me kanë banë, prap do të jenë të vlerësuar nga ona jonë. Sa i përket legjislacionit, i cili ka mu procedu, na kemi një numër të madh të ligjeve, një prej tyre është i rëndësishëm edhe Kodi Civil, dhe Kodi Civil mos të reduktojmë rëndësinë e Kodit Civil në një pikë apo në diçka, sepse ne kemi një marrëveshje, ndërsa për çështje tjera specifike që mund vinë të ardhmen, na normalisht që e mbështesëm familjen edhe në aspektin social, edhe në aspektin e organizimit të gjitha tjerat, mirë po Partia Demokratike e Kosovës nuk është një parti edhe nuk është askush këtu në mesin tonë që ne dëshirojmë të kemi politika diskriminuese. Gjithçka mbrana kushtetutës, po gjithçka edhe mbrana rregullave, edhe normalisht duke respektuar gjithmonë edhe çështjen e familjes. A keni pas takime me Limajn, a mund ta tregoni? Unë personalisht ende nuk më rri në atë pikë, domethënë që ne të kemi takime, na jemi shok edhe miq, kemi mes përbashkë, kemi vetë shok edhe miq, kemi bashkëpunu, po nëse ka diçka konkrete ne do dalim këtu para juve. Faleminderit shumë. Më vjen keq kjo që ka ndodhur. Unë kum shërbim në Ministrinë e Financave 8 vjet. Sikur mos të kish pas zgjidhje ligjore, edhe mundësi financiare, më u bë zgjidhja punëtorëve të RTK-s, sigurisht se jam i gatshëm me marr përgjegjësinë edhe si parti politike dhe sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës. Zgjidhja ligjore ekziston, jemi në fundin e vitit, 5% e totalit të ndarjeve buxhetore në fund vit munden me u marr aty ku ka teprica edhe mu redestinu edhe me u dërgu aty ku ka nevoja. Prandaj është mirë me ekzistu vullneti, juristat e bojnë zgjidhjen sepse zgjidhja është mbrana ligjit dhe me u bë transferimi i mjeteve i cili mundson pagesën e pagave për të punësurit në radio televizionin e Kosovës. Faleminderit juve, ju uroj pasditë të mirë.